Profesor Lulashi, sot jena me 6 prill 2026. Plot 115 vjet më parë, trimat malsor në udhëheqjen e legjendarit të Det Gjon Luli ngritën pas 500 vitesh flamurin shqiptar në majën e Deçiqit. Megjithse një akt simbolik, çfarë përfaqëson kjo për malsinë e madhe për gjithë kombin shqiptar, kjo datë historike? Po është një krenari e madhe dhe lavdi e madhe për mbar shqiptarët dhe shqiptinë etnike, jo vetëm për malsinë e madhe, por për gjakun e derdhun që kanë derdhë, jo vetëm malsia e madhe, por mbar troje shqiptare për një atë flamur gjes Kastriotit, Skënderbej, që ngritën malsort me duart e Nik Gjelosh Lulit në majët Deçiqit me fjalën e herojit kombëtar Det Gjon Lulit, Luiz Gurakuqit, Hilmosit, Risto Siliqit, dhe mbar të 7 bajraqeve të malsisë madhe, kjo është historia pavdekshme. Unë në themelet e historisë dhe të shtetit shqiptar, nuk ka gjë më të shtrejtë se kur është ngrit flamuri kombëtar shqiptar kuqezi në majët Deçiqit. Do të thot pas 443 vjetëve që nën perandorin osmane nuk guxojshin as të ngriqin flamur, as të kishin të drejtat e veta kombëtare, as të gjuhës, as të traditave, ndruan veshje, ndruan emna, islamizuan, besa vran, pren, dogjen, shkrumuan dhe coptuan tokën shqiptare në shtete të Serbisë, Malizzi, Maqedonisë, Greqisë me Kongresin e Berlinit. Zotni Rifat, unë të falenderoj se këtu nga Detroiti dua të rikujtoj se tash 56 vite malsorët e malsisë madhe këtu e manifestojnë kryengritjen e malsisë në krye me Det Gjon Lulin e sa të tjerë. Po ishte Det Gjon Luli me shok si kur ishte Gjes Kastrioti, me shokët e vetë për beslidhen e Lezës me 1444, edhe Det Gjon Luli me Marashucin, Smajl Martinin, Çun Mulën, me Bacakurtin, me Gjek Vuksanin, Marashdashin, Det Husin, dhe Lulashnik Pepa, pastaj ka emna të tjerë, Ujgila e kështu më radhë, sepse malet e malsisë madhe gjithmonë trimnin e bujarin e fisnikin dhe urtin e kanë treguar bashkët në kuvende. A është ajo për urti? A është ajo për mbrojtjet të malsisë madhe dhe trollit shqiptar? A është për paqen? A është për beslidhjen? A është për ndalt hakmarrjen? Të gjitha këto janë realizuar përmes kuvendeve. Kundera u qoftë Det Gjon Lulit e gjithë të tjerëve me emna që nuk kemi rast të përmendim, por është një histori që duhet të ruhet si sytë e ballit. Profesor, kohët e funit ka disa zëra, edhe në malsi, që përpiqen ta denigrojnë disi figurën aq të madhe të legjendës Det Gjon Luli. Si komenton ti këto zëra që janë për hap kohët e funit? Shikjo, nuk janë as pak të mira dhe as pak që të knaqin, bile të zemrojnë dhe të trishtojnë në kuptimin e asaj, dhe është një pyetje e madhe. Po neve si shqiptar, a nuk duhet ti kuptojmë në esencë, në themele, Det Gjon Lulin, Isa Buletinin, a nuk duhet ne nga Gjes Kastrioti e sot me shpena, pa nuk duhet Bajram Currin, a nuk duhet atë madhin atje Zenel Shabanin e të tjerë. O zotni Rifat, a e kuptojnë këta njerëz se Malizzi i dolën malsia madhe në Nokshik kundra tyne që kishin quhe Mark Milanin me nështrua me marr Plavgusin, që Kongresi i Berlinit i kishtë të coptua, e kuptojnë se hoti e gruda e malsia madhe i dolën zharnis me 1880, e kuptojnë këta se ton historia
është la me gjak, vetëm për truajt trollin, gjakun dhe komsin. Le ta kuptojmë se këto tri fena që dominojnë në botën shqiptare, na në pjesën më të madhe i kemi prej influencave të huaja, dhe mos e thash Zoti, po le të mendojmë për ata çka është themeli i gjithave, për atë gjakderdhun që e kanë dhënë vllaznit e vet, herojt kombëtar, ta kuptojmë se vetëm një gjak e ai flamur e trolli ynë e brezat tanë përbashkë na ruajnë. Dhe të kemi kujdes se nuk fyhet as personaliteti Gjergj Kastrioti, hero kombëtar shqiptar, as i Dexhol Askuj. Po si më rezot një rifat, lëshohen në të pikpamje me vund Dexholin me ato shalvara zdisi me thënë të malit zi. Pa në qoftë se ka dash dikush me tratu malsinë e madhe, dhe në qoftë se ka dash dikush me uvu grada, me të holla, me i manipulue, në qoftë se dikush me manipulime ka dash me marrë Shkodrën, është Kralj Nikola që është mundue në çdo mënyrë me i përça malsorët e malsisë madhe në pikpamje fetare. Edhe këta po të them, nuk është e sakt numri që disa manipulojnë se malsorët e malsisë madhe me 13-ën, 14-ën janë vërsul me marrë Shkodrën, asësi. Ato janë rezistrat e malit zi që ata aty në kanë konvenue dhe i kanë vu si kanë dasht ata, po kanë marrë pjesë disa malsorë që ishin kapidana dhe vojvod për malin e zi, po e ai numër, po kur e kanë pas se ku janë nisë, dhe i kanë mashtruar se këta po shkojnë me dëbue Turkun dhe Osmanlit nga Shkodra, kur e kanë pas se ajo është një vravasje me vra, me rënue qytetit e Shkodrës, ata janë këthe mrapa. Dhe kjo historia është mirë të shëndritet, po jam ja marrë ftyrën asaj mas të malsisë madhe që ka ba veprën më të madhe para vlonet të 12-ës me çuni flamurën majt Deçiçit. A e kuptojmë na çka do të thot, po duhet lexue. Mise di Durham e përshkruan mirë, 20.000 shqiptar të ikun nga Kosova, Shqipnia. Kanë ikë në Altanena nga Dukagjini, Puka e mërtur. Dhe kjo kohë, kur në Vrella, mbajt një bashkim, dhe mali i zi tenton përmes Dexholit e këtyne me u ba miq me malin e zi. Edhe Dexholi thot, unë nuk kam krab as mis më shit. Dhe kjo fjalë e ka ba a gjandarmerin e Kralj Nikols me internua në një këshiq. Dhe me intervencën e do malsorëve të Kralj Nikola e kthejnë dhe e rikthejnë Podgoricë. Po me ndëgjue, ku kanë jetua këta malsorë dhe si kanë jetua këta shqiptarë në malin e zi me 10-ën, kur kanë ikën në emigrim dhe sa janë këthyë me dërmarë kërgritjen e malsisë në Shinj, në Borë, në Peqina, me zhele të e fjetë dhe hintha zjejnë për me mbijetua. Dhe këta që i komentojnë këto punë mrapsht, le të korrigjojnë dhe të shikjojnë atje historinë e vërtet, se Dexholin me gjithë prinsat e malsisë e me atë flamurën Deçit mbetet i pavdekshëm në historisë. Dhe këta i ka bën pavdekshëm i madhi, i urti, legjendari, ai filozofi, diplomati, kush mund tjetë maj madh se aq Gjergj Fishta? Dhe ky e ka lënë historinë lahut e malsisë, po ajo lahut e malsisë nuk mësohet për shkolla. Dhe është shumë çudi pse kjo malsi e madhe dhe historia atyne e pavdekshme nuk vehet në për shkolla të mbar kombisht shqiptar? Duhet kuptuar dhe nderuar. Profesor, kam një pyetje për politikën në këtë rast. A të duket ty se politika po e na shkalon pak këtë ngjarje kaq të madhe në historinë e malsisë dhe të kombit? Nuk gjej fjalë me thënë si ka mundësi asnjë deputet deri sot, asnjë ministër, asnjë president, askush me përjashtim të një vizite që ish presidenti i Shqipërisë Bujar Nushani bante në muzeun e Dexholit, asnjë tjetër nuk ka ardhur për të marrë pjesë në manifestime të tilla apo se të flasi për këtë kryengritje të malsorëve. Po është e çuditshme dhe e papëlqyeshme. Duhet thënë me koreksi se malsorët e malsisë madhe si kanë ditë me prit
Isa Boletina, Dezgjo Lule, Zenel Shabane, Haxhi Zek e tjerë, që janë ftyrat nalta historike, ata kanë ditë, kishin me ditë edhe këtë politikë në sotme, e cila nuk e cilëson atë virtytin dhe karakterin e moralin edhe historinë e pavdekshme të Malësisë Madhe. Po si mund të jetë ashtë 34 vjetë, sidomos tash pas rënimit komunizmit, mos dal një deputet përfaqësues i Shqipënisë, 2 fjalë, a tek Deçiçi, a prën Deçiçit, a në Tuzë, po Bujar Nishani pas dritë, kështu po i them, një njeri shumë i nalt, një intelektual, një kryetar, prezident për mbash shqiptar. A i doli, edhe pse nuk ishte mirë me shëndet, doli dhe i dha nderimin më të madh të shtëpia e Dezgjo Lulit, një ati herojit, se a i vetë, a i nderoj Dezgjo Lulin, po nderoj edhe vetin. Profesor, atëherë në këtë 6 prill, në këtë përvjetor të 115 të kryenitjes Malësisë, a ke një mesazh për gjithë, tu përfshi edhe klasën politike, edhe malësorët, në mënyrë që kjo datë historike të jetë gjithmonë e lavdishme, gjithmonë të rrugtojnë në përbrejtje? Po, kam një mesazh me zemër e shpirt. Le t'i nderojmë njerëzit dhe personalitetet që i ka regjistruar dhe dokumentuar historia. Malësia e madhe është nderi i kombit. Edhe është edhe mesazhi kështu, kur i lexon nëpër portale, dhe atje shes se ka emrin shqiptar, dhe komentojnë me njëri tjetrin. Po, zot, le të kthehen ta komentojnë vllaznisht për gjakun shqiptar, për tokën shqiptare, për breznin shqiptare, për votrën e përbashkët dhe atë pavarësitë komit shqiptar të përbashkët, edhe në Lezhë, edhe në Vlorë, edhe atje përpara në Majë Deçiçit, se ka pas histori dhe ka me pas gjithmonë. Por larg fyemjet, larg nënçmimet, larg devijimet, dhe t'i kthehemi të vërtetës ajo çka na afron, çka na mirë kupton, çka na vllaznon, dhe ajo çka mbi të gjitha na bashkon se jemi shqiptar e për shqiptare për Shqipëni. Profesor, faleminderit. Faleminderit edhe ju, Rifat, e nuk është e para herë zani Veriut që merret me çështje të temave historike kombëtare. Falenderoj që ke ardhur vllaznisht dhe na ke vizituar këtu. Falenderoj edhe për këto fjalë. Ju më thanë tjera, por shkurt, po e them në fund, gëzuar një festë të madhe historike, malësie madhe të këngëritjes dhe flamurit Deçiç, po gëzuar mbash shqiptarët me këtë Deçiç, e për Deçiçin, e me atë Vlorën, e edhe me Lezhën që ishte më parë me Zjes Kastrioti. Gëzuar e gëzuar.